Kryeministri Edi Rama në seancën plenare të Kuvendit, ku është shqyrtuar mirëtimi i projektligjit për ratifikimin e marrëveshjes së pranimit të Republikës së Shqipërisë, e ka quajtur një ratifikim dhe akt i vullnetit të mirë në shërbim të paqes. Ai theksoi se shumica qeverisëse ka qenë për 3 mandate radhazi një promotore e paqes në rajon, por edhe në raste kur kjo qasje është keq kuptuar apo etiketuar negativisht. Kryeministri hodhi poshtë me ironi pretendimet e njëpasnjëshme të opozitës sipas tij që në fillim thonin se do paguante $1 miliard për të qenë pjesë e nismës. Gjithashtu ai ka theksuar se të hënën e javës sashme do të mbajë një fjalim në parlamentin e Izraelit. Pritet këtë, fituat dhe këtë herë, dhe faljush që mbushët dynjan, duke thënë se unë nuk isha, fillim thatë nuk ka ftesë, se unë jam mësuar me ju, ja pak nga pak. Edhe se pastaj mbyteni dhe larg qoftë të mbyteni ju. Nuk ka ftesë. Doli ftesa. Jo, po këtë ftesën e ka gjithë bota. Tani më thoni nuk jetë bordi. Okej. Po ngatruat pak se nuk e keni idenë se si strukturohen grupet ndërkombëtare. Grupet e strukturuara ndërkombëtare kanë një organigram që ju nuk e kuptoni. Bordën tuaj do më hartoni bordin e paqes dhe mua si përfaqësues i bordit paqes në shtëpinë e vat. Ramaduro, aq më shumë unë e dëgjoj Ramaduro se këtë punë kemë këta. Rama në fjalën e tij sulmoi opozitën duke thënë se distanca mes karvanit dhe opozitës bëhet gjithnjë e më e madhe. Ai tha se opozita i duhet për t'i kujtuar shqiptarëve ishullin e turpit, ndërsa Partia Socialiste për të ngjitur shqiptarët në majën e ndërruar të Shqipëria 2030. Jeni këtu, sepse ju jeni këtu për t'i kujtuar shqiptarëve atë ishullin e turpit, ndërsa ne jemi këtu për t'i ngjirur shqiptarët në atë majën e shumë ndërruar të Shqipërisë 2030. Dhe atyre që na besojnë, po dhe atyre që hezitojnë na besojnë, unë i them vetëm kaq, keni besim dhe jeni të bindur se ne do të ngjitemi për aty ku jemi nisur, duke u rritur ekonomikisht, duke u forcuar shtetërisht dhe duke u vlerësuar ende më shumë akoma ndërkombëtarisht. Dhe mos e harroni kur, sa më shumë lejnë qend, aq më përpara ka shkuar karvani. Po ashtu, Rama u kujtua demokratëve edhe në lidhje me drejtuesin e fushatës për zgjedhjet e fundit Krislia Civita. Latifi, si është Latifi më? Latif magjistarin, ku e keni aman? Mos e lëshoni atë se ai ja u merr humbjen fitimtare dhe në magjia u bën më të thellë. Dhe thuajini Latifit direkt gjithë të denoncimet t'ja qohet i kongresmenit, se e kanë në gjepat kongresmenin që i merr nga ju dhe deli lexon atje që Kongresi Amerikan do merri me akshin. Qojnë Latifit ashti edhe thuajni të dali ta këndojë e kongresmen. Nga ana tjetër, kreu i grupit parlamentar të Partisë Demokratike Gazmend Bardhi tha se justifikimi i kryeministrit për një takim privat investimesh është thjesht një gënjeshtër për të mbuluar izolimin ndërkombëtar, duke theksuar se vetmja lider nga Ballkani Perëndimor që bëri krenar kombin shqiptar ishte presidenti e Kosovës Vjosa Osmani. Nga rajoni i Ballkanit, i vetmi lider që ka qenë i ftuar për të nënshkruar dhe na bën krenar gjithë kombin shqiptar ka qenë presidentja e Kosovës, zonja Vjosa Osmani. Dhe në vend që të fshiheshe, do duhet sqaroje pse nuk je. Pse nuk je për të nënshkruar ato për cilin ka autorizuar Bajram Begaj, sepse të ka dhënë autorizim presidenti i Republikës që të përfaqësoj Shqipërinë në këtë marrëveshje. Nuk ka zgjedhur askush, po tenton të zgjedhësh veten, sepse po të kishin zgjedhur, nuk kishe nevojë t'i kërkoje taulantin ta shënonte emrin në ligj.